Antoneta, faleminderit. Ne jemi në këndin e kërcimit, ku së bashku me instruktorin e dansit Frederik Hysi do të sjellim sot një tjetër kërcim, do të sjellim sot momente të bukura dhe pse jo leksione që na duhen të gjithëve. Sot do të flasim dhe do të mësojmë bachatën. Mirë se vjen, profesor. Faleminderit që jemi ne. Është bërë dashur, është bërë dashur e premtja shumë, aq më tepër kur bëhet fjalë për kërcimin, kërcimi i bën njerëzit më tërheqës, më interesant, më lozonjar, e premte është, edhe pa dyshim që mbase edhe fundjava mund të na gjej në ritmet e muzikës, ë? Edhe unë ndes me ritmet latine. Ku ka më bukur? Sot, si që thatë edhe ju, do të flasim për bachatën, një vallëzim që ka lindur në ishujt e Karaibeve dhe posaçërisht në Republikën Dominikane. Është një ishull ku ndahet Haiti dhe Republika Dominikane. Ashtu si kulturat e tjera, tango, salsa dhe tjera, rumba, edhe bachata ka dhe ajo origjinën nga popullsia afroamerikane, por e ndërthurur me ritmet latine, mesdhetare, pak ritme arabe, pak ritme spanjole, pra gjitha këto multikultura sollën në jetë vallëzimin bachata. Bachata është një risi e viteve 60, 70, fillimisht ashtu si çdo lloj dansi u shfaq, por nuk u prit mirë nga hierarkia e lartë shoqërore, nga kleri, sepse çdo risi në jetë shifet me skepticizëm, aq më tepër në atë periudhë për cilën bëjmë fjalë. Shoqëria nuk ka qenë kaq e hapur sa është sot. Po çfarë ishte më guzimtare, pra lëvizjet ishin ndoshta disi më ritmike, nuk e di, ndoshta më sensuale, nuk përkonin mbase me trendin e kohës, apo me elegancën, apo me mondanitetin, pse nuk u prit mirë? Çfarë kishte ekstra bachata? Çdo risi që vjen nga shtresat e ulta shoqërore, shifet me skepticizëm nga ato të larta. Ky është thelbi i problemit, por duke e parë në një këndvështrim kulturor, kultura asaj kohe nuk e pranonte afërsinë e djalit dhe vajzës, apo burrit dhe gruas, gjatë vallëzimit. Dhe kur kjo u superua dhe u bë shumë popullore, atëherë ngeli vetëm të pranohet. Dhe ka mbritur deri në ditët tona. Sot bachata është një kërcim i cili është i dashur, i pëlqyer, i ndjekur shumë në kurse të ndryshme latine. Po, sepse zgjon ndjesitë bukura, sensuale, por edhe pak ndjesi shpirtërore, dhe jo vetëm të bukura, por edhe të vrazhda për shkak të ngjarjeve në jetë, ashtu siç afrikanët mësuan me transferimin e tyre nga ai vend i pamat i savanave, dhe u mbyllën në një ishull të vogël ashtu dhe kalonin kohën duke vallëzuar. Dhe lindi ky vallëzim, siç e tham edhe pak përpara. Por këto ndjesi të ndërsjellta shfaqin edhe ndoshta një dashuri të munguar, një dashuri të papranuar, dhe këto ndjesi dhe në muzikë dhe pasqyrohen edhe me lëvizje. A ka bachata a ka rregulla strikte që duhet i ndjeki partneri ose partnerja? Nga gjithë rrugtimi ynë në vallëzim, që kemi bërë me tango, rumba, cha-cha e këto, cha-cha akoma se kemi bërë, por kemi sjell atë që duke ushtruar bëhet edhe më e lehtë. Por nga gjithë këto vallëzime, bachata është ende më e asimilueshme, sepse është e thjeshtë në 4 kohë, në 4/4 e muzikës, dhe vallëzohet ashtu siç edhe ushtrimet mund të kujtojmë orët e fizikulturës nga zysha, nga profesori, mund të hedhim këmbët në 4 kohë, ashtu si në gjimnastik. Padyshim që kur flasim për muzikën, për kërcimin, lidhet ngushtë me kulturën e vendit që i përket, dhe padyshim ka edhe një veshje simbolika. Ka një veshje të veçantë bachata latine, ato thekët e bukur apo ato palat pak i hapur, siç edhe ti je përshtatur sot. Ja munduar. Shumë bukur. Mirë, profesor, është momenti mendon që të nisim edhe të tregojmë se cilat janë hapat bazë të bachatës? Po. Ritmi bazë ne mund ta aplikojmë direkt. Bukur. I kërkojmë regjisë që të na lëshojë ritmin bazë. Vendosemi përballë njëri tjetrit, gjejmë bitin se si rreth, në 4 kohë, integrohemi me muzika. 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4. E bëm shumë nga dalë. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, kthemi në bazë, 4. Kjo është figura e figurave dhe rreth kësaj figure si Baza. gjithë njohurit e tjera të bachatës. Si figurë të dytë, ne mundet që të aplikojmë rreth rrotullimin nga e djathta jote. 1, 2, 3 dhe 4. Sërish, 1, 2, 3 dhe 4. Po të bëhet shpejt, jo bëhet edhe më Po të bëhet shpejt mund ngatrohemi? e vështirë, po nuk ngatrohemi se do mësojmë më mirë akoma. Fillojmë konkretisht. Në fillim me bazën. Pa. Volum regjia, ju lutem. 1, 2, 3, 4. 1. Edhe një. Figur tjetër mund vim rreth njëri tjetër. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Edhe një herë atëherë. Po. Si mund vim rreth njëri tjetrit me këto hapa? Të figurë të tretë, Po. ne mund ta bëjmë nga dalë si shpon dy të parat nga Po. dalë. 1, 1, 2, atëherë edhe një. Hapin, do ta ne edhe shumë të vogël. të vogël, Që okay. të më korespondë shumë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E provojmë. 3, rikthemi, bëjmë pak vogël e rikthemi. 3, Pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le të themi që kjo Ama ma kujtoj gjithmonë profesori që nuk duhet të mbajmë sytë tek hapat se duket sikur na ngatron më shumë. me sytë e Bani mend. I bëjmë nga dalë Tentojmë? këto figura. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Duke ushtruar për ditë, ose edhe 2-3 herë në javë, ne mund t'ja Ja dalim dalje. edhe më Ne zakonisht kur shohim balerinët, kërcimtarët edhe që janë profesionistë edhe din të kërcejnë bukur, apo dhe jo profesionistë, po që e kanë mësuar bachatën, kemi parasysh apo edhe kërcimet të tjera, kemi parasysh atë kërcimin e shpejt, bukur latin, i cili padyshim nuk vjen që në fillim edhe në hapat e para të apo në mësimet e para të nisjes edhe të mësimit bachatës, ë? në një orë të vetme, në një 10 minuta, apo qerek ore të vetme, është e pamundur të mbeshësh edhe me plastikën e lëvizjes dhe me gjithë shka tjetër që i rrethon bachatën. Por, qëndra e qëndrës gjithë bachatës janë këto hapa që ne odhim të shti. Dhe po mësuam mirë këto, dhe duke ju përshtatur ritmit, tempo ritmit, edhe bitit kohës së dur, atëherë mund t'ja dalësh edhe duke shtuar lëvizje me krahët, me trupin, me ato gjëra që kërkohen në vallëzimin bachata. Pak më parë, teksa po shihja dhe po hidhim hapat, pash ishin 2 hapa, 1, 2 dhe këmba duhet qëndronte kështu. I dhe hapi parë, i dytë bashkë, hap 1, dhe 2, tjetra duhet jetë kështu, pra e fundit duhet jetë gati për të nisur lëvizjen e radhës. e radhës. Edhe një herë atëherë. 1, 2, 3, tap. Qartë, to. 3, 4, 1, 2. Bazë, gjithmonë bazë. Ndërkohë unë po bëj edhe rreth rrotullim që ti nuk po ngatrohesh fare. Ja, tash që edhe unë ngatrova. Kur bëj instinktivisht, sigurisht nuk e ngatroj. Kur bëhet instinktivisht, padyshim që të tërheqë edhe muzika, biti të tërheqë si kundër ju thoni dhe me hapat që ju shpjegoni, padyshim që mund të ndiqet. E teksa fillojmë numërimin pastaj me mendje. Në mendje? Në mendje nuk ngatrohesh, më zë Me ngatrohesh. sytë e mendjes. Çfarë këshille tjetër i jepni profesor zakonisht atyre që duan të mësojnë? Të mos fokusohen në ndeshjen që i bëhet artistikisht bachatës, ose çdo lloj vallëzimi tjetër. Po. Nuk ka të bëj pa djeshka, të ngriturat, të rrotulluarat shumë, se sa ka të bëj hapi bazë, ritmi bazë. Po ndoqëm ritmin bazë, gjithë të tjerat vijnë gradualisht me kalimin e kohës. A të ngatron ndonjëherë kjo dëshira e madhe që kemi për ta mësuar?
Jo, sepse dëshira e madhe nxit që të mbrish aty ku dëshiron. Duke gabuar. Si një jetë. Duke gabuar, mirë. Tani më ngushëllove, mund të fillojmë. 3, Bukur. ritmi. Ritmi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Stop. Edhe i. Rotollim. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, bas. Stop. Rotollim. Vetëm bas. Bas. Ta shiro. Kur bëhet një rotollim, është më e kollajt se sa të bësh Se sa dy, a? Atë bëjmë në orën tjetër profesor. Tjetër. Pasi u bë vetë rrotullimi, pa u ndjerë. Si që shikon, po të ndiqet hapi bazë në çdo kënd të sallës që të jemi, edhe duke shëtitur në për sallë, nuk devion fare nga ajo që duhet për të ballëzuar korrekt. Kush mund të filloj dhe të mësoj bachata? Kushdo. Kushdo? Ka Sepse- mosh bachata? Nuk ka mosh sepse këto hapa i bën edhe një fëmijë fare mirë. Kështu që 4 hapa bazë, si thash në orën e fizikulturës, edhe kur ishte ndaluar të vallëzoje, ka gjë mund ta bënte çdo kush dhe e ka për çdo kush. Nëse do të avancojmë disi, padyshim që duhet të nis me hapat bazë dhe me perfeksionim patjetër të televizjeve, po cilat janë disa prej atyre pozave të tjera apo hapave të tjera që balerinët profesionist din ti kërcejnë edhe ti vënë zbatim aq bukur. Këto janë hapat? Këto janë hapat. Gjithçka vërtetet ke këto hapa. Po mësove mirë këto hapa dhe pa devijuar në kohë, mund të bësh gjithçka që e mvesh bachatën, me plastik lëvizje, me përthyerje e tjera e tjera. Po si mundet të realizosh edhe të bësh atë kërcimin ku ti mund të shfrytëzosh të gjithë ambientin përreth? Apo kjo arrihet me kalimin e kohës? Jo, bachata ndryshon nga valsi, nga tango, nga ato që kërkojnë hapësirë. Bachata Është më intime? vallëzohet në një vend, i ngjan me merengen që kanë lindur po nga një trev, aty ku ne përmendëm, Republika Dominikane, të cilat nuk kërkojnë shumë hapësirë, sepse janë vallëzime të sklevrëve, të lidhur me vargonj, dhe vallëzonin dhe në kohën e lirë, ashtu siç mund të vallëzojë njëri këmbë lidhur. Prandaj dhe vallëzimi është mjaft i kapshëm dhe ri në një vend të caktuar. Pastaj shëtitjet në sallë artistikisht mund të realizohen, qofse i kërkon regjia, e kërkon spektakl. Regjia jonë do e kërkoj apo jo? Jo, ne nuk kemi akoma gati. Po të ndërtohet spektakl. Po, nuk kemi akoma gati. Mirë, do t'i lutesh regjist që t'na lëshonte edhe një herë bitin për një lëvizje edhe për t'i sjellë edhe një herë pozat edhe një herë të fundit edhe më pas i lëm edhe të gjithë teleshikuesit që ta shohin edhe t'i rikthehen edhe një herë nëse duan na gjejnë edhe në YouTube Kemi 3 për t'i parë figura. hapat. Figura bazë, Dhe figura e dytë ishte rrotullimi dhe e treta rreth njëri tjetrit. Dhe në fund do vësh notën. 1, 2, 3, 4, 1. Edhe një. Bazë. Dhe një rrotullim. Se bura re, kur unë t'jap një sinjal me dorën, ndi me njëre ka. Pra është edhe dhunëtje e jotja. Ashtu? Po, hynë ke vlerësimin që do të bëjt pak më mbrapa. Sigurisht pozitiv. Njerë ti njerë unë. Tashti, rotullim. Tashti e kam adhën unë. Profesor, ju thatë pak më parë që të dha shenjë, të bëra një shenjë, të lëshova dorën për të kuptuar që është rrotullimi. Do të kesh një partner për të kërcyer gjithmonë bachatën, pra a ndihmon njohja e mirë e plastikës së partnerit apo mesazheve që të jep edhe ndani bashkë për të sjellë një kërcim të bukur? Pyetje me vend. Në fakt, duke qenë një shkollë kulturore e tillë,
Të gjithë supozohet që kanë mësuar, si Gormat, si ABC-ja që mëson një shkollar që në bangat e parë në klasët fillore. Dhe duke mësuar bazën, askush nga partnerët nuk gabon edhe në qoftë se ndrojnë partnership. Është i pavënd shqetësimi. Shqetësimi. Bukur, unë të falenderoj shumë që ne të kishim sot këtu. Falenderit për gjithë energjinë e mirë dhe jam e sigurt që të falenderojnë edhe ata që muzikën e duan, e shijojnë edhe duan të mësojnë hapat e rinj. Edhe unë i falenderoj ata që na ndjekin, edhe ju që më keni ftuar këtu. Kënaqësi vërtet. Faleminderit profesor, ndërkohë që Linja tani do të shkojë për Antonetën dhe trëndafilat e bukur të saj. Faleminderit Iva, në fakt Fationa ka përfunduar një trëndafil në version pak më ndryshe, pak më të vogël. Të jemi sinqert, u bë kjo sepse na mbaroi Shiriti, nuk është mbarë shumë, por që njëta që bëhet që nga një version i mirë ky, si që nga në trëndafilat të vegjël nga ato, si ato të egrit, e ke parasysh? Edhe besoj rroj në përjetësi këta. Po. Ishte edhe ky demonstrimi që realizuam me Fationën, falenderoj shumë e dashur. Edhe paq sa më shumë punë. Faleminderit shumë. Kemi të vërtet duar të arta. Faleminderit Fationa. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit shumë. E ndërkohë që unë dhe Iva po zhvendosemi për në qendër të studios. E premte sot, kemi pasur një ditë dhe një javë plot energji, a? Tani mund të mbështetem të... Jepi. Ishte kjo e atë ne miq për sot, por edhe për të gjithë këtë javë. Ne do të rikthehemi përsëri javën tjetër. Do nisim bashkë javën. Të hënën orën 10:30 vjen e atë ne në Radio Televizionin Shqiptar, një televizion që ka programacion të gjerë, e të cilin ju mund ta ndiqni ndër të tjera edhe në YouTube. Atje gjeni çdo rubrikë të mundshme, çdo emision të mundshëm. E bukura e këtij programi është që ju të dashur teleshikues jeni kryefjala e tij dhe mund të bëheni pjesë, po ashtu shumë rubrika kanë mundësinë t'ju ofrojnë hapësirën e nevojshme nëse doni që të bëheni pjesë, të jeni jo vetëm për të promovuar pasionet tuaja apo punët tuaja të bukura që mund të keni, por gjithashtu edhe për të bërë pjesë e rubrikave tona të ndryshme, siç është për shembull të ndryshoj apo jo, apo kozmetik natyrale, mundësi e shëndetshme e tjerë. Të gjitha këto rubrika të cilat vijnë me demonstrime, sepse kryefjala e këtij programi është pikërisht ky, që ne t'u vim në ndihmë edhe t'u tregojmë veçanërisht se çfarë duhet bëni për të pasur një bashkëjetesë sa më të mirë. E vërtet, e tha aq bukur Iva dhe mua më mbetet vetëm të them që të kaloni sa më bukur fundjavën e shihemi bashkë të hënën. Shihemi të hënën, fundjavë të bukur.